الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Thot Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah kur e shpjegon bazat e tefsirit, fawaid ma'rifatu asbab an-nuzul, dobit e njohjes së shkaqeve të zbritjes së ajeteve. Pra kemi folur në mësimin e kaluar mbi asbab an-nuzul, shkaqet e zbritjes së ajeteve. Tani duhet ta dim se çfarë dobish ne mësojmë, sa është e rëndësishme me ditë shkakun e zbritjes së një ajeti. Pra dim ajetin, por çfarë mësime, çfarë dobish ne kemi kur e dim se këtij ajeti i ka parapri një ngjarje apo një pyetje apo një shkas. Dhe ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jiddan. Njohja e këtyre shkaqeve është shumë e rëndësishme, thot shehu. لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها, sepse kjo na çon drejt njohjes së shumë dobive, mësimeve. E para, bejan an al-Quran nazala min Allah. Qartësohet se Kurani është prej Allahut. Qartësim e para. Qartësim se Kurani është prej Allahut. Pra argument shtesë i qartë, i fuqishëm se vërtet ky libër, këto ajete janë prej krijuesit gjithësisë. Wa dhalika li anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam yas'al 'an ash-shay fa yatawaqqaf 'an al-jawab ahyana. Mund të pyetet për një çështje pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ai ndalet derisa të vi përgjigje nga ana e Allahut. Hatta yanzil alayhi al-wahy aw yakhfa alayhi al-amr al-waqi'. Apo pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk mund ta ketë një çështje të qartë derisa të vi shpallja prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa yanzil al-wahy mubayyinan lah. Dhe vjen shpallja dhe e qartëson çështjen. Pra kjo është arsye, shkaku edhe mësimi i parë, dobia e parë që ne mësojmë se çfarë dobi e ka me njoft një shkaqet e zbritjes së ajeteve. Me njoft sebabun nuzul. Këto që përmendëm, e para është si shembull që e qartëson se Kurani është fjala e Allahut, pra zbritur prej Allahut, njohja e shkakut, pra qartëson se vërtet ky Kur'an është prej Allahut te baraka ve taala. Mithal al-awwal, për shembull, qaulullahi ta'ala wa yasalunaka 'anir ruh. Fjala e Allahut wa yasalunaka 'anir ruh, të pyesin ty për shpirtin. Qul ir-ruhu min amri rabbi. Thuaj se shpirti është pe çështjes sime. Pe çështjes së Zotit tim. Min amri rabbi, është çështja e Allahut azza wa jall. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Dhe nuk ju kam dhënë dije të shumë për shpirtin, vetëm se pak. Fa fi sahih al-Bukhari, në sahihun e Bukhariut, transmeton Abdullah ibn Mas'udi, anna rajulan min al-yahud, se një person prej jahudive kishte pyet, ja Abul Qasim, o Abul Qasim, ma ruh, çka është shpirti? Fa sakat. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hesht. Pra, ka ndodhur që jahudit e kanë pyet, apo në disa vende në tefsirën Kur'an përmendet se mushriket kanë kërkuar për jahudive ndihmë çka me provoku, çka me pyet Muhamedit alayhis salam. Edhe jehudët ju kanë thonë mushrikëve pyetni se çka është shpirti. Dhe pejgamberi alayhis salam ka hesht. Dhe më pastaj ka zbrit ajeti kuranor, të pyesin ty për shpirtin, thuaj se shpirti është çështje e Zotit tim. Dhe nuk ju kanë dhënë Allahu neve s'na ka dhënë shumë dije, veç se pak. Pra, ila qalila, ajo qalila është atë që na ka mësu suneti pejgamberit alayhis salam,
se si kanë ardhur hadithe, si kapet shpirti, si ekziston shpirti, si ngrihen qiell e kështu me radhë. Ky është pra shembull i qartë se si neve na qartëson ky shembull se Kurani është fjala e Allahut azza wa jall. Ka hesht pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka ardhur Xhibrili dhe ka njoftuar çka është shpirti. Apo i është përgjigjur. Po ashtu ka ndodhur një çështje ka qenë e paqartë, ka pas nevojë të qartësohet. Edhe ka zbrit ajeti dhe ka qartësuar. E kemi shembullin tjetër që na përmend Sheikh Uthemini, kur një prej betejave ka ndodhur një ngjarje. Një musliman muhajir emigrues e ka godit një musliman ensar. Pra ka ndodhur një kacafytje e vogël, edhe kjo ka shfrytzuar rastin Abdullah ibn Ubay ibn Selul, munafiku apo koka e munafikave, edhe ka menduar se kjo do të jetë shkas që të dëmtohen muslimanët dhe të bija autoriteti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ka thonë ai? Ashtu e potencon Allahu në Kur'an. Yaquluna, ata thonë munafiqët, la in rajana ila al-Madina, kur të kthehemi në Medinë prej kësaj betejë, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. I larti, pra sipas pretendimit të tij, Abdullah ibn Ubay, munafiku, do ta dëbojnë nga Medinja të ultin Muhamedit alayhi salatu wasallam. Këtë fjalë ndëgjoi Zeid ibn Arqam, një sahabi. Edhe i tregoi xhaxhait të tij, edhe ai erdhi njoftoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se kështu kishte thonë Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Kur ndëgjoi Abdullah ibn Ubay ibn Selul, erdhi te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe u betua se nuk ka thonë ashtu. U betua se nuk ka thonë ashtu. Omer ibn al-Khattabi kur ndëgjoi një gjendje të tillë, i tha: "O i dërguari i Allahut, mble mua edhe ta përfundoj çështjen e tij." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "La yatahaddathu an-nasu anna Muhammeden yaqtul ashabah." Jo, të mos përhapet se Muhamedi alayhis salam i vret shokët e tij. Pra, edhe pse ishte munafik, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kjo është çështja ruajtja e imazhit të Islamit, edhe ruajtja e davës të Islamit." Dhe kishte ndaluar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Është Sahih al-Bukhari se si përshkruhet: "Fa anzala Allahu tasdiq Zaid fi hadhihi al-ayah." Atëherë ka zbrit Allahu te baraka wa taala ajetin që e përmendëm në surën Munafiqun, ajeti 8, e ka vërtetuar Allahu lajmin e Zeid ibn Arqam dhe e ka përgjigjëstruar lajmin e Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Sepse pejgamberi alayhis salatu wasallam kishte pranuar gjykimin apo betimin e rrejshëm të Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Ishte ardhi, ishte betu se nuk ka thonë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte pranuar betimin e tij. Por zbritja ajeti dhe e vërtetoi dhe e shpalosi realitetin që kishte ndodhur dhe vërtetoi pra lajmin e Zeid ibn Arqam. Zeid ibn Arqam. Pra, kur ne e njohim këtë ngjarje, ne e dim se si Allahu subhanahu wa taala, pra kjo na shton diturinë tonë, se si Allahu te baraka wa taala i përgjigjet të robërve të tij dhe zbret ajet për të qartësuar një çështje. Dhe kjo na jep me kuptues se kjo është prej Allahut subhanahu wa taala. Kurani është fjalë e Allahut të madhërisëm. Pra e para, njohja e shkaqeve të zbritjes së ajeteve është qartësim se Kurani është prej Allahut. Në dy, bejan inajetullahi ta'ala bi rasuli fi d-difa'i anhu. Neve na qartësohet kur i njohim shkaqet të zbritjes së ajeteve, se Allahu është kujdeset në mbrojtjen e të dërguarit të tij. Nëpërmes njohjes së shkaqeve, ne e njohim dhe e mësojmë se Allahu i mbron të dërguarin e tij. Për shembull, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida. Than ata që nuk besuan,
Pse nuk është zbritur Kur'ani komplet, i tëri me njëherë, gjumletun wahida, sikur se Tevrati që është zbritur Musaj. Kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Allahu është përgjigjur pra kësaj shpifje, edhe kësaj akuze, edhe këtij sulmi që ja kanë bëu pa besimtarët Muhamedit alayhis salatu wassalam. Çfarë sulmi? Pra kanë thënë pse nuk ka zbritur më njëherë Kur'ani, po zbret në këtë mënyrë. Kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Kështu ne ta kemi zbritur ty Kur'anin. Pra kohë pas kohe, pjesë që kjo të forcohet në zemrën tënde, të ngulitet në zemrën tënde. Warattalnahu tartila, dhe ty ta kemi lexuar pjesë. Wa kadhalika ayatul ifk. Ngjashëm janë edhe ajetet mbrojtje të shtratit pejgamberit alayhis salatu wasallam, mbrojtjes nderit të Aishës radiallahu anha. Pra dini, kur e kanë akuzuar Aishën radiallahu anha, ka zbrit ajet që e ka mbrojt nderin e saj. Dhe kjo neve na qartëson se si kur ne mësojmë këto ngjarje apo këto shkaqe apo këto ndodhi, neve na mësojmë e para çush ishte, e mësojmë se vërtet Kurani është prej Allahut, sepse më njëherë është përgjigj, e ka qartësuar një aktualitet që nuk ka qenë i qartë. Dhe në dy, ky është mbrojtja e të dërguarit e tij, siç ishte pra mbrojtja kur akuzuan pse s'është zbritur Kurani komplet për një herë, dhe mbrojtja apo ngjashëm edhe mbrojtja e bashkëshortes së tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se Rafidit, Shiitet nuk e kanë pas synim Aishën radiallahu anha, po e kanë pas qëllim me përdhos edhe me nënçmu nderin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është e dyta. E treta, bejan inajetullahi ta'ala bi ibadihi fi tafrij kurabatin wa izalati ghumumihim. Ne me njohjen e shkaqeve të zbritjes së ajeteve, neve na qartësohet kujdesi i Allahut mbi robërit e tij në largimin e ndonjë brenge në ndonjë vështirësi. Për shembull, mithalu dhalika ayatu tayammum. Pejgamberi alayhis salatu wasallam, Aisha radiallahu anha, Abu Bakri kanë qenë në një udhëtim. Dhe kjo është e përmendur në Sahihul Buhari. Aisha radiallahu anha i ka humbur një qafore. Dhe me pejgamberin alayhis salatu wasallam është larguar për të gjetur qaforën. Derisa ka kaluar një kohë dhe sahabët janë përgatitur për të falur namazin e sabahit. Por angazhimi i pejgamberit alayhis salatu wasallam me Aishën për të kërkuar qaforën i ka vanuar dhe kanë mbetur pa ujë. Kanë mbetur pa ujë. Dhe kjo është para se të zbres ajeti të jemumit. Kjo gjendje është para se muslimanët të dinë se si të marrin abdes pa ujë. Dhe besimtarët të devotshëm e dinë se çfarë ndjenje e vështirë është kur njeriu t'i afrohet momenti për t'i dalë koha namazit dhe nuk është në një moment vështirë, s'ka një vend ku për të falur, apo nuk ka abdes, është duke menduar si të veprojë. Dhe sahabët janë shqetësu, kanë shku te Abu Bekri dhe janë anku. Për çfarë janë anku? Janë anku se ka humb koha për një qafore, ndërsa kanë mbetur pa ujë. Dhe ka shku Abu Bekri radiallahu anhu për të ankuar të Aisha radiallahu anha. Dhe ka gjetur duke fjetur pejgamberin alayhis salatu wasallam. Në ato momente ka zbrit ajeti të imumit, që kur nuk keni ujë, ju duhet me dur pra të prekni tokën dhe pra me dhe të merrni abdes. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Pra nëse nuk keni ujë, dhe kjo ka qenë një ajet i cili ja u ka lehtësuar muslimanëve një gjendje që kanë qenë shumë të shqetësuar. Çfarë ka thënë Usaid ibn Hudayr,
Usaid ibn Hudayr thot: "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ali Abu Bakr." Kjo s'është bereqeti i parë i familjes Abu Bakrit, që ja sjellni këtij umetit. Pse u bosh shkaktar, kërkimi i asaj qafore, vanesa që kanë bet pa ujë për zbritur ajet që e zgjidh një problem shumë të madh, që e bën një shpjegim shumë të madh. Dhe kur është ngrit devja, veçse e kanë gjetë në deve qaforen e Aishës radiallahu anha. Pra hadithi është Sahih al-Bukhari. Çfarë mësuam nga kjo? E treta ishte se me njohjen e shkaqeve, kur ne njohim shkakun e zbritjes të ajetit. Cili ishte shkaku? Shkaku ishte se ishin vanu muslimanët duke marrë me çështjen e qaforës Aishës radiallahu anha, dhe ky vanim kanë mbetur pa ujë dhe ka zbrit ajeti të imumit. Pra, neve na qartëson ky shembull se si Allahu i përgjigjet, si Allahu i ndihmon robërve të tij në momente të caktuara, siç ishte rasti i pejgamberit alayhis salam me Aishën. E katërta, fehmul aya ala wajhi sahih. Kur ne njohim shkakun e zbritjes së ajetit, ne e kuptojmë mirë, sa më mirë ajetin. Kjo ka shumë rëndësi. Mund të mos e kuptojmë drejt një ajet, por kur e njohim sebebun nuzul, kur e njohim shkakun, arsyeën për çfarë ka zbritur ajet, neve na qartësohet edhe më mirë ajeti. E kuptojmë më drejt, më mirë. Për shembull, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Allahu thot, vërtet, inna as-safa wal marwa min sha'airillah. Lëvizja prej Safas, pranë pishtyllave të haxhit është tavafi, është edhe lëvizja prej kodrës Safa në kodrën Marwa 7 herë. Kjo është prej sha'airillah, prej ritualeve të Allahut subhanahu, prej shenjave të Allahut. Do të thonë sha'airillah është për qëllim prej simboleve të dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala, siç është do të thonë lëvizja prej Safas në Marwa. Çfarë thot Allahu? Faman hajja al-bayta, ai cili bën hax shtëpisë së Allahut, aw i'tamara, apo bën umre, fala junaha alayhi yatawafa bihima. Nuk e ka mëkat, nuk e ka gjuna që me lëviz prej Safas në Marwa. Konteksti i ajetit tani t'jap me kuptu se këtë çka mundet me qenë e lejuar. Kur ne I themi dikuj, nuk është gjuna me vepru një gjë tillë. Kjo shiqim parë nuk t'jap me kuptu se kjo është obligim. Tani mi duke folur për një vajib siç është Safa wa Marwa. Ndërsa në ajet po thuhet në Safa nuk është gjuna që të lëvizni prej Safas në Marwa. Këtu mund të mos e kuptojmë ajetin mirë nëse nuk e dim shkakun e zbritjes të ajeti. Dhe ja, transmeton Imam Bukhariu an Asim ibn Sulejman, sahihun e tij. Asim ibn Sulejman thot, qal sa'altu Anas ibn Malik an as-Safa wal Marwa. E kam pyet, thot, Anas ibn Malikun për këtë çështje. Dhe çfarë është përgjigjja e Anas ibn Malikut? Dituria e Anas ibn Malikut. Thot, kunna nara annahuma min amri al-jahiliya. Falamma kana al-islam amsakna anhuma. Ne kemë menduar se kjo është pjesë e xahiletit. Anas ibn Maliku thot, ne kemë menduar se kjo është pjesë e xahiletit musil prej Safas Marwa. Kur ka ardhur Islami, na ka urdhëruar musil drejt Çabës, ne jemi ndalë sahabët se kanë menduar se është pjesë e xahiletit. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala I ka njoftuar se nuk është gjuna që ju të lëvizni, pra nuk është kjo pjesë e xahiletit. Dhe për këtë qëllim është ajeti fala junaha alayhima, nuk është gjuna. Pra nuk është pjesë e xahiletit, por është obligim. Këto janë 4 dobit në lidhje me njohjen e shkaqeve të zbritjes. E para ishte me njohjen e shkaqeve të zbritjes së ajeteve ishte se neve na qartësohet se Kurani është prej Allahut, neve na qartësohet se si Allahu te baraka ve taala kujdeset për pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe mbrojtjen ndaj tij, se si Allahu kujdeset për robërit e tij, për zgjidhjen e ndonjë vështirësie,
dhe se si me njohjen e shkaqeve të zbritjes së ajetit ne e kuptojmë ajetin në mënyrën më të mirë. Tani e kemi një çështje tjetër, umumul lafzi wa khususus sabab. Çka do të thonë kjo umumul lafz wa khususus sabab? Umumul lafz është kur një ajet kuranor flet tekstin në mënyrë të përgjithshme, por për një ngjarje të caktuar. Idha nazalat al-aya li sabab khas, kur zbret një ajet për një ngjarje të veçantë. Wa lafdhuha 'am, mirë po teksti është i përgjithshëm. Pra zbret një ajet për një ngjarje, për një ndodhi, por teksti i Kur'anit është i përgjithshëm. Atëherë duhet ta dini se rregulli është se ky ajet nuk vlen, kjo dispozit nuk vlen vetëm për atë një person, por vlen për krejt umetin deri në ditën e gjykimit. Pra, nëse një ajet ka zbritur për një ngjarje të caktuar, apo për një individ ka zbritur, shkak ka qenë ai individi. Mirë po teksti është i përgjithshëm, teksti atëherë vlen për këtë umetin, jo vetëm për atë person. Edhe pse ka qenë ai shkaku i zbritjes së ajetit. Umumul lafzi wa khususus sabab. Mithalu dhalika. Ayatul la'an. Shembull për me kuptu këtë rregull është ajetet e la'anit. Çka do të thonë kjo ajetet e la'anit? Ajetet e la'an është ku Allahu subhanahu wa ta'ala surat Nur e përshkruan se kur një burr e akuzon gruan e tij me amoralitet, me zina. Çfarë duhet veprojë njëri? Çfarë duhet veprojë? Edhe burri, edhe bashkëshortja. Dhe kanë zbrit ajetet në suratu An-Nur. Çfarë kishte ndodhur? Kohën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, hadithi është Sahih Buhari, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu transmeton anna Hilal ibn Umayya qadhafa imratahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sharik ibn Sahma. E ka akuzuar bashortën e tij se ka pas lidhje me Sharik ibn Sahma. Ka ardhur shtanku te pejgamberi alayhis salatu wasallam. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Ose ki me pru shërim, dëshmi, ose haddun, ndëshkim hadd, mbi shpinën tënde. Çfarë ka thonë ky? Walladhi ba'athaka bil haqq, pasha Allahun që të ka dërguar me të vërtetën. Inni la sadiq. Unë po flas të vërtetën. Falyanzalanna Allah ma yabra'u dhahri min al-hadd. Do të zbret Allahu diçka që do të do ta mbron dhahri min al-hadd. Pra shpina jeme do të lirohet, do të thënë shpina ime do të lirohet prej ndëshkimit. Fa nazala Jibril, dhe ka zbrit Jibrili një ajet, Allahu subhanahu wa ta'ala përmes Jibrilit, wa unzila alej. Dhe kanë zbrit ajetet, walladhina yarmuna azwajahum, ata të cilët i akuzojnë gratë e tyre. Vazhdon ajeti, çfarë thot ajeti? Ata të cilët i akuzojnë bashortet e tyre, Allahu subhanahu wa ta'ala i urdhëron që me u betu 4 herë. Si me u betu 4 herë? Duhet betohen 4 herë se innehu lamin as-sadiqin. Ai është ka thënë vërtetën. Betohem në Allahun se unë jam duke thënë vërtetën. 4 herë. Wal khamisatu an lanat Allahi alay. Dhe herën e 5 duhet betohet kështu. Mallkimi i Allahut qofë mbi mua nëse unë jam prej gënjeshtave. Pra 4 herë duhet betohet se ajo ka thënë vërtetën, herën e 5 duhet betohet se ai duhet thot mallkimi i Allahut qofë mbi mua nëse unë jam gënjeshtar. E gruaja si duhet përgjigjet? Dërsa wa yadra'u anha al-'adhab. Dërsa ajo lirohet prej ndëshkimit nëse përgjigjet kështu.
Pra nëse e pranon që ka bo zina, dihet pra vendimi islam mbi të. Por nëse ajo e sjell një dëshmi, ajo lirohet prej ndëshkimit. E cila është ajo? Pra nëse s'ka dëshmitar, an tashhada 4 shahadatin billah innahu la min al-kadhibin. Ajo 4 herë duhet betohet se ajo është ka gënje. Betohem në Allah se ajo është pe gënjeshtarëve. Wal khamisata, në herën e 5 duhet me thonë hidhrimi i Allahut qoftë mbi mua nëse in kana min as-sadiqin. Nëse ajo është prej nëse ka thënë vërtetën. Hidhrimi i Allahut qoftë mbi mua nëse ajo është ka thënë vërtetën. Dhe me këtë do me thonë, po kuptohet dispozita e islamit mbi këtë person. Pra, Hilal ibn Umayya e ka parashtruar çështjen te pejgamberi sa të sam dhe ka zbrit ajeti. Shkak ishte Hilal ibn Umayya me ngjarjen e tij. Por a vlen ky argument që e përmendëm, kjo dispozit e mallkimit, vetëm për Hilal ibn Umayya apo për këtë umetin ditën e gjykimit? Rregulli që mi ka mësojmë është se ky argument vlen për gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit. Si? فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكم شامل له لغيره بدليل ما روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. Argument është se Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu ka thënë: Ana Uwaymir al-Ja'lani ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Është një person dhe ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasallam për një ngjarje të tillë. Ja Rasulullah, rajulun wajada ma'a imratihi rajulan yaqtulu fataqtulunahu am kayfa yasna? Ka thonë i dërguar Allahut, nëse një njeri e gjen bashortën e tij me një person, a duhet me vrarë atë apo çfarë duhet veproj? Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Qad anzala Allahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Allahu ka zbrit për këtë çështje Kur'an, ka zbrit ajet për ty edhe për shokun tënd. Fa amarahuma rasulullah bil mula'ana bima sama Allah fi kitabi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar pra tamam me mallkim, i ka urdhëruar që të veprojnë siç kanë ardhur ajetet e Kur'anit. Pra ky është një shembull që përmend Sahih al-Bukhari, apo një argument se ajetet që kanë zbrit për Hilal ibn Umayya janë për këtë ummetin. Për këtë ummetin deri në ditën e gjykimit. Pra, kjo është një rregull shumë i rëndësishëm. Shpresojmë ta kemi kuptuar se kur një ajet kuranor ka zbritur për një çështje të caktuar, mirë po teksti është i përgjithshëm, ai vlen për gjithë njerëzimin deri në ditën, për gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Tani i kemi al-Makki wal-Madani. Ajetet apo surat që kanë zbrit që quhen Mekkije edhe Medanie. Kjo një dobi tjetër, një mësim tjetër që na mëson Sheikh Uthaymin rahimullah. Nazala al-Quran ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilal 23 sana. E ka zbritur Allahu Kur'anin te Muhamedi alayhi salatu wasallam kohë pas kohë apo të ndar brenda 23 viteve. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktharuha bi Makkah. Shumicën e kohës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar në Mekë. قال الله تعالى الله ثت وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. Ne Kur'anin ta kemi lexuar ty, të ndar kohë pas kohë. Ala nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dhe të kemi zbritur pjesë. ولذلك قسم العلماء رحمه الله تعالى القرآن إلى قسمين. Për këtë e kanë dhënë dy pjesë Kur'anin, Mekki wa Madani, apo ajetet Mekkije edhe Medanie. Ajetet që kanë pra Mekkije edhe Medanie. Tani, fal Mekki, çka do të thonë ajetet Mekkije, Mekase dhe ajetet Medinase. Ajetet Mekase ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila al-Madina. Është për qëllim ajetet që kanë zbrit para emigrimit. Këto quhen ajetet apo suret Mekase, ajetet të cilat kanë zbrit para ardhjes Muhamedit alayhi salatu wasallam në Medinë. Ndërsa pas emigrimit këto quhen ajetet Medinase. Por shtrohet pyetja, nëse
ka zbrit ajeti në Mekë, mirë po pas emigrimit, a është ky ajet Mekki apo Medeni? A është ajet i surës Mekkia apo Medenie? Edhe nëse ka zbrit Mekë, mirë po ka zbrit pas hijretit, ai konsiderohet ajetet të periudhës medinase. Për shembull, në Haxhin Lam Tumirës ka zbrit ajeti kuranor El-yawma akmaltu lakum dinakum, sot e kam plotësuar Islamin dhe kam përsosur. Dhe jam i kënaqur që Islami është feja juve. Ky ajet ka zbritur në ditën e Arafatit, ka zbrit në Mekë. Por edhe pse ka zbrit në Mekë, ky ajet futet në ajetet medinase, sepse ka zbrit pas hijretit. Ka zbrit pas hijretit. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. Llojet e ajeteve të Medinës dhe të Mekës dallojnë sipër nga mënyra e shprehjes, ashtu edhe për nga përmbajtja e kuptimit. Ajetet, surat mekase që kanë zbrit periudhën e Mekës dallojnë sipër nga uslubi pra mënyra e shprehjes, sipër nga përmbajtja. Për shembull, el-ghalibu fil Mekke quwwatu al-uslub wa shiddatu al-khitab. Argumentet që kanë zbrit në Mekë janë më të fuqishme në mënyrën se si është drejtuar Allahu subhanahu wa taala njeriu.